Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj në një laborator mjekësor dhe analizat manipulohen. Unë quhem Daniela, 31 vjeçe, teknike laboratori. Prej 5 vitesh punoj në një laborator privat mjekësor në Tiranë, një vend pune që në sy të botës duket steril, i rregullt, profesional. Askush nuk e imagjinon se çfarë ndodh pas dyrëve të bardha, aty ku analizat që vendosin fatin e njerëzve kalojnë nga duart tona. Fillova punë shumë e entuziazmuar. E doja këtë profesion. Isha e saktë, korekte dhe ndihesha mirë me idenë që po kontribuoja në shëndetin e njerëzve. Por sa po eca më thellë në sistem, kuptova se laboratorët nuk janë gjithmonë vendet e ndritshme që duken. Atje brenda ka më shumë errësirë se sa mund të përfytyrosh. Një mëngjes, kur isha ende e re në punë, shefja ime më ftoi në zyrë. Zëri i saj ishte i qetë, por shumë i ftohtë. Daniela, dua që këto analizat i fusësh si normale. Më tregoi një fashikull me rezultate që nuk përputheshin fare me realitetin. E pash e hutuar. Ajo e kuptoi reagimin tim dhe buzi qeshi. Këto janë përshtatje të vogla. Ka raste të veçanta. Nuk e dija se çfarë nënkuptonte raste të veçanta, por ditët e mëvonshme shpjeguan vetë. Një rast i parë ishte me një paciente që nuk dukej fare që të ishte shumë e shqetësuar. Një grua e moshuar erdhi me shqetësime të rënda, analizat e saj të vërteta tregonin një problem serioz shëndetësor. Por kur ato mbërritën te shefja, ajo i ktheu mbrapsht. Është e moshuar, është e lodhur nga jeta, nuk ka nevojë ta trëmbim. Unë ndjeva një therrje në kraharor, një gënjeshtër e tillë mund t'i kushtonte jetën, por unë nuk isha zë, isha ende teknike e re. Një ditë tjetër erdhi një biznesmen i njohur. Duhej të merrte një dokument shëndetësor për një projekt të rëndësishëm. Rezultatet e tij origjinale tregonin se kishte disa probleme serioze që duhej të trajtoheshin urgjentisht. Por shefja i rishikoi analizat, ngriti kokën dhe tha: "Ky është sponsor i laboratorit ton. Natyrisht që do t'i dalë gjithçka mirë." Dhe në atë moment unë kuptova përfundimisht që e vërteta nuk ishte më pjesë e punës tonë. Gjatë viteve jam përballur me dilema morale çdo ditë. Njerëzit vinë në laborator me frikë, me shpresë dhe me ankth. Unë i shoh fytyrat e tyre para dhe pas rezultatit. Disa qajnë nga frika, disa luten të jetë çdo gjë në rregull. Por shumë prej tyre nuk marrin atë që u takon. Jo sepse analizat nuk mund të bëhen si duhet, por sepse dikush ka interes të ndryshojë rezultatin, edhe nëse e vërteta është krejt ndryshe. Unë jam ajo që mban në duar fletën ku shkruhet jeta e tyre dhe shpesh nuk ka mundësi të shkruaj të vërtetën. Një rast tjetër më ka thyer shpirtin. Një vajzë e re rreth 23 vjeç erdhi me nënën e saj. Kishte simptoma të rënda dhe analizat kërkonin trajtim urgjent. Rezultatet reale tregonin një problem të rënd, por të shërueshëm nëse trajtohet në kohë. Kur shefja i pa, më tha me qetësi: "Këto do t'i bësh pak më të lehta. Familja nuk ka mundësi të paguajë mjekimet e shtrenjta. Të mos i shterojmë." Unë mbeta pa fjalë. Atë ditë kur u largova nga puna, ula në stol përballë laboratorit dhe qava. Nuk mund ta besoja se kisha bërë veten time të ishte pjesë e një vendimi që nuk mund të ndryshonte fatin e saj. Sa herë që përpiqesha të flisja, më kërcënonin me largim. E dija që nëse dilja hapur, rrezikoja jo vetëm punën, por edhe veten. Nuk është e thjeshtë të luftosh një sistem të tërë, sidomos kur brenda tij ka para, ndikim, njerëz me pushtet dhe miqësi me institucione. Disa net nuk flia fare. Mendoja se jeta e njerëzve varej te unë dhe nuk mund të bëja asnjë gjë. Fillova të kisha ankth, të më dridheshin duar, të humbisja ndjenjen e sigurisë. Njerëzit më pyesnin pse isha kaq e heshtur, por unë nuk mund të tregoja të vërtetën. Kush do të më besonte në fund ditës? Një ditë një djalë i ri, vetëm 19 vjeç, erdhi për analiza për një vend pune. Rezultatet e tij ishin perfekte, por shefja më tha: "Ky vend pune është i rezervuar për një të njohurin ton, kështu që këtij do t'i dalin keq analizat."
Aty më humbi çdo durim. Syt më erësuan. Nuk mund të lejoja që një djalë të humbiste të ardhmen vetëm sepse dikush kishte të njohur. Atë ditë pas orarit mora vendimin të largohem. Ishte vetmja gjë që mund të bëja për të ruajtur ndërgjegjen time. Sot nuk punoj më në atë laborator. E lash pa kthyer kokën pas. Por plagët e asaj përvoje nuk janë mbyllur. Kam ende ëndra të këqija, kam ende fytyra pacientësh që më dalin para syve. Nuk kam fuqi të denoncoj këtë gjë sepse nuk ja vlen. Në fund ditës kush jam unë të merre me gjithë sistemin. Por ndonjëherë më duket sikur më dëgjon dikush brenda vetes që më thotë se një ditë do të flas. Një ditë dikush duhet ta ditë të vërtetën dhe derisa të vijë ajo ditë, kjo është historia ime.